Pika kufitare e Morinit po përjeton një nga periudhat më të ngarkuara të vitit, me mijëra qytetarë që kalojnë çdo ditë kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Për pushimet verore transmetojnë mediat shqiptare. Sipas të dhënave të autoriteteve kufitare, vetëm gjatë 12 orëve të fundit janë përpunuar mbi 21.000 qytetarë dhe për më shumë se 6.000 automjete. Prej tyre mbi 12.000 persona kanë hyrë në territorin e Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër kanë dalur jashtë vendit. Për të shmangur kolona dhe vonesat në pikën kufitare të Morinës janë vënë në funksion 12 sportele, ndërsa vazhdon të zbatohet marrëveshja për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, e cila ka lehtësuar ndjeshëm qarkullimin gjatë sezonit turistik. Pushuesit nga Kosova vazhdojnë të rendisin Shqipërinë ndër destinacionet e tyre kryesore verore, duke vlerësuar afërsinë, bregdetin dhe ofertën turistike. Ndërkohë, muaji korrik po mbyllet me një shifër rekord prej mbi 1.362.000 hyrje dalje të qytetarëve në pikën kufitare të Morinit, duke konfirmuar edhe një herë intensitetin e lartë të lëvizjes mes dy vendeve gjatë sezonit të verës.